Kur je shtatzan, a duhet me agjëru? Gruaja cila shtatzan dhe gruaja cila ka fëmijën për gjini, nëse friksohet për fëmijën e saj, e ka halal me hangë Ramazanin e pastaj e kompenzon ditë për ditë. Mirë, po gruaja që është shtatzan edhe ajo që është për gjini, nuk shkon veç ashtu tash jem me shtatzan si vetë s'kam Ramazan. Nuk shkon ashtu e mesele. Ajo ka mundësi me qenë mujtë e parë shtatzanis. Dhe sen se pengon. Kjo më shumë ndikon kur është mujtë e vënshëm, kur fëmija është ditë e funit, javë të fundit dhe ka nevojë për ushqim shumë. Ka nevojë për ushqim shumë, sepse tash është i plot. E mungesa ushqimit që merr gjatë ditës paraqet rrezik për fëmijën. Po, për embrionin, për fytyn që kin bark. Në çet kohë lejohet me prish. Po edhe në kësa raste, nuk janë të nanat njëjtë. Dësa në të forta dhe se marrën vesh heq. Të së marrë është kur gjune, sa nësë për më pengon. E agjeran. Po dësa që janë pak më të liga, edhe do të mundu me gjithë një farloj zhivje. Për shambull, me nejtë natën shumë qutë. Se natën hanë, ditën flaj. Të kurën ditën që ta flan natën, po, natën s'han flan, e në ru, në Ramazan. Rrit ton natën qut, ton ditën flajt. Po. Ose flajt dhe në drek. Natën mërlangë dhe ushqim shumë. Po, njëtën gjallë për nanët që kanë fëmijët për gjini. Natën mërlangë për dorë, njërë që ditën e pas tamel, me pas tamel për fëmijë bëllë. Për atërësia nanët që janë me gji për fëmijë për gjinë, apo që janë me barë, në Ramazan dhe të me dhanë hapësirë shumë as minutës. Asë nësë ngarkue me punë, asë me iftarë, asë me sëfyrë, kur me thaveç kërësoria, të këqërsat mësh me agjeru. Sa ma shumë ditë që më një agjeran, është për ty ma mirë. Pra je lullë, o të mirë në metë, shka në bë kontrol me i gëthët nuk bën, se fëmija nuk ka mirë. Preshe motër. Ose po të kanë fëmija s'ka gji me thithë. Preshe. Pra, mush me gjithë një fargjidhe, po. Po, që me bënë, që kam fa i shkreti unë, kalëzëm.